arsye për me mbrojt pak edhe brandin që e krijojnë. E vërtet edhe jo. A ka kriju brand emri Kader? Sipas teje? Unë mendoj që po. Valla, jo mendon, po veç që t'ja pikën, ka kriju edhe qao. Kader, se pak këto pyetjet intro të shkurta, kam qef me pas Kaderin sa ma komod, besoj që je shumë komod. Mos tani unë jam shumë komod, ama sot këndzohen pa pregadit. Ama, parameno pa përgadit e qunë qëtë pjesë. Kader Kicaj, nuk e di do më thonë. Po kjo do më thonë kur qohësh. A qohësh që shtu njëjtë? Menosh, Jorin e me mu tankohen, konstant jena bashkë. Të edhin që edhe kur dolim na veç për një kafe, që aty në lagjet të edhin që kam qef më regullu. Nise, unë jam shumë e fatë që kam një shoqe që ka që të bukur në rrethin time. Kader, sfilata, bashkëpunime të shumta, brende të njohura, ndërkombëtare, vendore po ashtu, je prej emrave më të kërkuar për bashkëpunime, sidomos ato që janë ndërkombëtare dhe unë e kom pas sa punë të mirë jetu bërë tash kohët e fundit, jam shumë krenar për punën që bëban. Sa është e vështirë me bashkëpunu sot me brendet sidomos që kërkojnë? Është normal pak vështirë me brendet, sidomos që nuk janë Kosovës ose Shqipnisë, ata normal që nuk njohin kush jetë